Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Mise Shabani, i cili doli fitues në zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës së Vrapçishtit, është certifikuar zyrtarisht nga Komisioni Komunal Zgjedhor. Ceremonia e certifikimit u mbajt në ambientet e Komisionit Komunal Zgjedhor në Vrapçisht, ku paraprakisht Shabani u prit nga simpatizantë të shumtë, përfaqësues të administratës komunale dhe bashkëpunëtorë të tjerë, si dhe këshilltarë komunal. Me këtë rast, Këshilli i kësaj komune mbajti seancë me një pikë të rëndit të ditës për të verifikuar mandatin e ri të Shabanit, ndërsa mbi ecurinë e seancës foli kryesuesi i Këshillit Evzal Arslani. Sapo përfundoi seanca e Këshillit Komunal dhe bëri betimin para këshilltarëve komunal, kryetari i komunës zoti Isen Shabani, ku do ta lexoj edhe para mediumeve deklaratën e betimit. Pas marrjes së certifikatës, Shabani u prononcua për mediat, duke shprehur mirënjohje të thellë ndaj qytetarëve që i besuan votën dhe duke theksuar se ky rezultat përbën një përgjegjësi të shtuar për të udhëhequr komunën në mënyrë të gjithëpërfshirëse dhe transparente. Gjatë leximit të betimit, ai premtoi se gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar do të jetë kryetari të gjithë banorëve të Vrapçishtit, pa dallime politike apo etnike. Unë Isen Shabani deklaroj solemnisht se funksionin e kryetarit të komunës së Vrapçishtit do ta ushtroj në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me ndërgjegjje, ndershmëri, përgjegjësi dhe transparencë, të plot në respektimin e të drejtave dhe interesat e të gjithë qytetarëve, pa asnjë dallim etnik, fetar, gjuhësor apo social, se do të mbroj barazinë, bashkëjetesën dhe tolerancën ndërmjet të gjitha komuniteteve, do të kontribuoj për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e përbashkët në komunën tonë, në komunën e Vrapçishtit. Shabani tha se menjëherë do t'i drejtohet kuvendit për të gjetur zgjedhje në komunën e Vrapçishtit që mos ndodh që edhe pas 4 vitesh mos arrihet censusi zgjedhor siç ndodhi në këto zgjedhje. Ne kemi domethënë mangësi gjatë interpretimit nga vetë institucionet kompetente, siç është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, është qeveria dhe kryetari i parlamentit, që ne përsërisim sipas ligjit në 130 i kodit zgjedhor përsëritën zgjedhjet jo më vonë se 60 ditë, kurse në rastin konkret në 4 komunat, konkretisht ja flasim për komunën e Vrapçishtit, ka pasur zgjedhje të reja, ku ne tani më nuk do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese se ky proces u mbill, por do t'i drejtohemi parlamentit për të bërë interpretimin autentik të ligjit, që pas 4 viteve mos të na ndodh i njëjti problem apo e njëjta situatë e cila siç kemi pasur këto zgjedhje. Shabani potencoi se 11 projektet të cilat i ka lënë ai dhe i besuari i qeverisë ka ndërprerë për 2 muaj, do të fillojë menjëherë ndërto kanalizimin të gjithëve në banimet e komunës së Vrapçishtit. Kemi 11 projekte të cilët duhet 5 janë të filluara dhe 6 duhet të fillojnë. Ato 5 projekte të cilët janë ngadalësuar apo me urdhëresa të drejtë për drejta nga povereniku i Mickovskit, tani ato do të jenë të nulshme ato vendime dhe nga sot në shkruaj vendime të reja që prej sot fillojnë punët të cilët 5 projektet janë vazhdojnë dhe diskutohet kanalizimi është diçka që është për të lavdëruar, për të krenuar si qytetar, jo si kryetar, komunë rurale në nivel të Maqedonisë që bëhemi me kanalizim. Ky është mandati i tretë radhazi i fituar nga Isen Shabani në krye të komunës së Vrapçishtit, fakt që dëshmon për vazhdimsinë e besimit qytetar dhe stabilitetin politik në këtë njësi të qeverisë lokale. Në 4 vitet e ardhshme, Shabani pritet të vazhdojë drejtimin e komunës me fokus në zhvillimin lokal, forcimin e institucioneve komunale dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për qytetarët.